Dhe si që thash dje, mezi pres ta festoj hapjen e kapitull të fundit. Malizit të premten mbylli një kapitull. Si që mundemi dhe duam t'ju shpërblejmë për punën që deri më tani e keni bërë, por ka konsenzus për zgjerim të shtesë në të ardhmen. Nuk ishte kështu në të kaluarën, por keni rastin që patjetër duhet të shfrytëzohet. Kjo nuk do të zgjat përgjithmonë dhe shoh zhvillim të dukshëm. Shqipëria, i nderuar kryeministër Edi Rama, hapa 3 kapituj në 6 muajt e fundit. Ju faleminderit që ndikuat në procesin e zgjerimit. Nëse vazhdojmë kështu, do të mund të hapim të gjithë kapitujt këtë vit dhe si që thash dje, mezi pres ta festoj hapjen e kapitull të fundit. Malizit të premten mbylli një kapitull dhe Bosnia dhe Hercegovina, agenda e reformave u miratua dhe presim që të themelohet. Qeverieri zotëri Kurti, ju keni shpenzuar shumë energji në procesin e aderimit dhe tashmë po vazhdojmë në Serbi. Shpresoj që do të mund të shkojmë më tej, por ky është proces zgjerimit. Ne kemi ardhur këtu për t'ju ndihmuar, si që mundemi dhe duam t'ju shpërblejmë për punën që deri më tani e keni bërë, por mund t'ju jap mjete kur do të bëni apo zbatoni reforma. Andaj, përres zhvillim të prekshëm para takimit tonë të radhës të liderëve. Do të bëjmë pagesën për raundin e parë të raportimit këtë muaj. Këto fonde janë 50% dhe do të shkojnë në kornizën negociuese për Ballkanin Perëndimor. Do të ndihmojnë të ndërtoni rrugë, hekurudha, parqe, fotovoltaik diellor dhe infrastrukturë digjitale, siç diskutuam mbrëm në darkën e punës. Dhe kjo i duhet çdo ekonomie konkurruese. Siç e thash, zhvillimi, rritja është në duart e tuaja.